Më pëlqen si person. E kam thënë shumë herë. Po pra, kur nuk pëlqen ty nuk mund të flasësh për gjithësi për dikë. Po, edhe çfarë respekti ka hik Bernardi ty? Çfarë respekti ka hik Bernardi ty? Bernardi vetëm me unë se t'rregoj respektueshëm, mos ja fut katësh. Jo, normal që ato fol me dikën tjetër, ti futesh mes para punës. Jo, pse ai nuk është fut mes kur kanë fol tjerët? Përse unë po i tregoj se edhe unë po haja paninë, edhe mund ta thosh edhe për mua kush paninë, sur ja kam ngrënë paninë aty, ndërkohë që kam ngrënë paninë fare. E para, e dyta është Bernardi ai që ngre zërin gjithmonë kundrejt meje. E treta është Bernardi ai që sa herë që ndodh në një gjë këtu ai gjithmonë më imiton. Bën gëzim, pse bën ato dhe nuk ja bë tjera, dhe mi bën pikërisht mua. Ato ishin ndoshta për me qesh. Edhe ti ke qesh kur ta bëni. Po më mërzit që nuk do shajun aty së tjerë. Po normal, se thuaj në atë moment. Jo, do e hash ti pizzën. Po lëre sa hajmë nesër. Okej. Për shembull, se po t'ja bezdithuje pa problem, se nuk thot gjaj. Mas qeshe, në tjene po thuj, pse më imiton vetëm mu? Po një djalë, 2 metra, sa është ai do ta kuptoj vetë. Nuk do shumë. Nuk e kupton. Nuk do, pikërisht pa nuk si Damiano, si pëlqen vetëm me provoku, me fut kuje, me vu mese, me duk, po... I lumt. Po nuk ofendon njëri kur provokon. Nuk ofendon, po ndoshta dikujt i jep bezdi, se futet mes e... Të e thot mos më provoka. Do ta kupton, për shembull, do ta kupton që ndoshta... Pastaj pse ajo që bëri dia ai ndaj Damianës që ai shikon që nuk ka vend këtu duket pak ty? Qa, usisht atë. Kur ishin gjithë këtu, edhe thot Fjori, është Damiano ishte veç, thot që a mund t'i hapi dhe një vënd Damiano s'futet mes me ne? Ky shikon edhe nuk i hap vënd. Fjori e thot prapë, pse më thot mua e shikon që s'ka vend. Por gjetë me një mënyrë shumë harbute, se ko ta mbarë pak lutem. A më pyeta nga që nuk ishe këtu? Po. Ti po gjetë me një mënyrë shumë harbute, thash. Edhe ky. Me Damiano, shumë bukur, nuk ka problem, thot, edhe ky sigare dhe futet brenda. Nuk është tregu Damiano harbutu, është tregu Bernardi. Fjori, okej. Për atë, ndoshta edhe kishte thënë, okej, futu mes, nuk më intereson, okej, aty po. Por, që dishtë më? Pra, po jo aty po, e shiko pra. Po kur Damiano thot... Gjithsesi, unë nuk e kam lidhje me Bernardin, se Bernardin e ka edhe veç, unë e kam me ty. Po çka ke me Damiano? S'kam gjë, por në momentin që thot... Po shikon ti mungesën e respektit ndaj teje. Ma nuk më intereson fare respekti nga ana Damiano. Atëherë pse e thu? Ka me mbrojë partnerin tem. Partnerin tem? Po, normal. Deri në fund. Po respekti, po shprete partneri jot aty, jo? Jo, unë e thash për Bernardin, që rriti të thanë para 2 vite. Unë, derisa ka fillu loja, vitëm Bernardin e Fjorën, vitëm do të nominoj. Derisa nominimet janë bëm aty mrena, nuk do të përmenen, e ka përmenen... Kush e përmendi i parë? Danieli, okej. Po pse, i nisi dele që e bën një shkojnë gjithë aty mrapa? Ku është problemi jote? Digjështja po digjë da ita është marrë po derisa e thu... Kush penalizohet? Okej, nuk më intereson fare. Po të shpeshe, po të tim ka nominu mua, s'po them gjë. Nuk më intereson fare, më kush t'a tha ty? Nështë s'kam nominu ty këtja, nuk s'kam nominu ty javën që ka kanë... Nuk ngel hate sa nominime, ato për qa do t'a shi. Mas më provoko me këta fjallë, si nështë të më po, me thanon po, kam nominu, jo s'kam nominu. Faltiktoj që në provokime, të janë provokime si pas teje. Nuk më intereson fare. Ne kena nominu Olsi me Fjorin edhe Fjori e din dhe prapë në qesh edhe Olsi prapë në qesh. Ku është problemi këtu? Edhe prapë i thot në gjes, gjdo në gjes ati. Nuk më intereson fare. Se i me një ka që këshu, ka diçka në lidhje me ju, nuk ka lidhje me ty si gjën, ka diçka me situatën si qift. Përndaj nominohen njerëzit këtu, që nuk e din. Ma nuk më intereson fare mu nominimi. Po ti e përmonde si nuk ti intereson nominimi të është? Ti sa po e përmonde për nominimi? Nuk më intereson fare mu, se kjo e thot, a nominoj ty, nominoj atë. Ma je për vete, se nuk më intereson mu që më... Për vete është puna aty. Okej, mirë, edhe unë nuk du me majtë për vete, atë që du me thanë, ja thamë, pa problem. Pra, unë nuk po të them gjë, nuk po të them mos e thuj, unë po të them që problemi ke. Asë një problem, unë, kur vinë momenti, me folë me folë. Ke fillu që flet kot ashim, edhe pse s'ke problem të nuk janë të folë kot, për mu, Damiano së person nuk pëlqen. Damiano, i bani pyetje, i bani pyetje. Kur ti thush, për diçka që nuk pëlqen lidhje me Damiano, në thuj diçka të sakt, jo për femrat, dhe ti e dish shumë mirë sa kokra feministët është Damiano. Sa i mbron Damiano femrat, dhe mos lidhje me historinë që ai ka pas.
Mu nuk më intereson fare, se e para je ti që s'ka pas respekt, a ne, e Për di shumë Damianën. mirë. Jo, aj për ty. Problemet tona. Po mirë shumë mirë, po unë, për shemë, Një sekund, që ka kjo tashi? Me këtë që po... nuk e thash për mu personalisht, por e di që edhe ajt ka thënë dagjonot ty, i ka thënë Fjorit, e ka pas... Ne të shtunëm për pas të futeshim Mu nuk këtu më nuk ka thënë interes- diçka që të këshia të merë mele një hoqë, tani prisit mira, tani që duhet me i përmend apo do me dalë Okej, keq. shumë mirë, po Po të unë... dalë keq pra me do që po thu, mendoj gjërat pra se ti thosh. Nuk më intereson fare për Damianun, Po të se mund e të intereson për Damianën. Okej. Po se në qërë tjerë, Se të fol kush flasësh flas- mos fol kot. Nuk jam të fol kot, unë flas qa du, edhe mendimin tim nuk e ndron askush, as ti Armel. Nuk po të se mund ty që të ndrosh mendimin. Ti nuk mund thosh mu je të fol kot, por unë kam atë mendim për Damianun, okej? Se në vazhdoj t'u amenua A gjë. ka mundësi mos me ngritë zërin me mu, so po flas me zëtullës. Flet ve, Okej, se s'dumet një gju. rregull, I të fol ta. vetëm gjana kotit. Flasësh me mua dhe fol tu, se unë këtu po të Okej, flas. s'du me fol, pra. Okej. Se i të përsit gjanat 50 herë, i herë flasun, ndaq me kuptu mirë, mas ndaq mas e kupto. Okej.